Një nisëm e veçantë është ndërmarrë nga fermeri në fshatin Postrip të Shkodrës, Kujtim Plangaj. Ai ka arritur që të thurë një varg 110 metra të gjatë me qep autokton e drishtit me synimin për të transportuar në këmbë deri te ura mesit. Plangaj thotë se për të bërë vargun janë dashur 5 ditë dhe kanë marrë pjesë rreth 25 punëtor. Plani jem u realizue në radhë parë, falenderoj Zotin, që kam mundësi me marrë premtimin para 3 vite që kam deklaruar për këtë vargun sa ura vjetër e mesit 110 metër. E nisa para 5 ditëve këtë varg. 5 ditë ka bon vargu më bon, 110 metra. Kemi marrë pjesë afërsisht ka 3-4 punëtorë në ditë, afërsisht 20 punëtorë janë dashur 25 punëtorë mu realizu ky varg. Dhe çuja ka jetë bukur, shohim shpresojmë deri të çojmë deri te plani deri në fund, deri te ura vjetër e mesit. Këtë e kam bën më tepër iniciativë eme për respekt zonës teme Postrips, për respekt qepsh autoktone jona është 300 vjeçare. Dhe për urën e mesit që është mrekulli zonës tonë. Fermeri Plangaj tregon se interesi për qepin ka rënë, ndërsa problemi mbetet mungesa e tregut dhe çmimi i lirë. Traditat të trit kanë pak për dëshiroj fije, nuk ka pak interes. Vetëm brezi jon i sistemit vjetër e kultivojnë, e dojnë. Rinia, shpresojmë rinia menaxhoni pak sa të pak i fije. Vit pas vitit ndryshojnë çmimet. Kur ka prodhim të ri pak tregu, dihet se çmimi do të rritet. Kur ka prodhim të lartë, dihet se çmimi bjen. Kjo është promovim më tepër por me njoftë sa më shumë qepën tonë autoktone 300 vjeçare, është qep e jashtëzakonshme, e shijshme, nuk është si qep tjera që ka tregu vendës apo importi që vjen nga jashtë, është qep e jashtëzakonshme në shije. Po ka vite ka herë që edhe dëshojmë ka herë, për fat keq ka herë dëshojmë te çmimi. Sot për sot çmimi ato shit faktikisht lirë. 45 lekë ato shit 40 lekë kilogram me shëmijë. Si kosa e prodhimit shkon 25 lekë treja për kilogram. Dhe fitimi dihet se sa rrin masani plus fuqia punëtore, mjedhja, farnat, besoj se është po përfillshëm këtë çmim. Gjithashtu Plangaj vënë duke mungesën e mbështetjes nga shteti, ndërsa thekson se asnjë vit nuk ka përfituar subvencione. Vinë bën këto seminare të ndryshme, por konkrete në gjë nuk shohim. Si më thonë mjedhin i qepin se do gërmojnë e pikë gërmojnë do gjë, jo. Vetëm me hameni e mjedhëm e sheshëm. Jo, në subvencionën 36 vite asnjë subvencion nuk e kam nga shteti. Pse? Nuk e di, nuk përfiton sot, duhet me pas përfitimin e tokës, son zakonisht 6 dyrin tokë kam këto pas metë. Nuk e përfitoj. Nuk i jam aty kraj, si kam një kraj. Kujtim Plangaj njët për vitesh për kultivimin e qepës dhe domates, si edhe për përkushtimin e ruajtjen dhe promovimin e varieteteve vendore.